Përshëndetje të dashur miq, më 28 mars 2026 në Algarve të Portugalis, motocikleta numër 53 e kaloi e para pikën e mbërritjes me një epërsi prej 4 sekondash, duke lënë prapa markat e njohura ndërkombëtare si Ducati, Yamaha, Kawasaki e të tjerë që kanë sunduar kampionatin botror të super motocikletës për dekada. Kur framuri i Kinës u varvit në stadiumin e garës në qytetin Chongqing të Kinës Jugperëndimore, një burr 39 vjeçar e pa përpara ekranit dhe nuk mundi mbante lotët e mallëngjimit. Ai quhet Zhang Xue. Këtë çast ai e kishte pritur prej 20 vjetësh. Sot le të flasim për historinë e tij. Në vitin 2006, 19 vjeçari i atëhershëm Zhang Xue ishte qirak në një punishte për riparimin e motocikletave. I ardhur nga një familje e varfër, ai ndërpreu arsimin pas ciklit të ulët të shkollës mesme. Për të pasur rast për të bërë pjesë në një ekip profesionist të motociklizmi, ai eci me motocikletë në shi për mbi 100 kilometra që të shfaqej në një emision televiziv. Një njeri, qoftë i suksesshëm apo i dështuar, nëse nuk guxon ta provojë kur është i ri, patjetër do pendohet kur të plaket. Por nëse e provon kur është i ri, edhe në qoftë se do dështoj, nuk do pendohet kurrë. Ky sinqeritet e ndihmoi të hynte në një ekip profesionist të motociklizmi, por lëndimet e bën në të ndërgjegjshëm se nuk mund të bëhej motociklisti më i mirë. Ai vendosi ta ndryshonte pistën e garës dhe të përpiqej që të prodhonte motocikletën më të mirë. Në vitin 2013, aso kohë 26 vjeçar, Zhang Xue u nis me 20.000 yuan me vete në qytetin Chongqing, kryeqyteti i motocikletave i Kinës, për prodhimin e motocikletës më të mirë. Ka 20 vjet që merrem me këtë sektor, por në fakt kjo është baraz me 40 vjet të tjerëve, sepse gjatë tërë vitit unë pushoj më pak se 5 ditë. Kurse gjatë një dite, përveç ngrënies dhe gjumit, jam i zhytur krejtësisht te motocikleta. Njoh tërë procesin e industrisë, nga përcaktimi i projektit, te kërkim zhvillimi, blerja e materialeve, kontrolli i cilësisë, prodhimi e deri te shitja. E di se si të prodhoj një motocikletë të mirë. Në prill 2024, me këmbënguljen për kërkim zhvillimin e motorit në mënyrë të pavarur, Zhang Xue krijoi markën e re me emrin e vet ZX Moto. Vjet, firma e tij realizoi një vëllim të përditshëm prodhimi prej 750 milion yuanësh dhe mbi 90% prej të cilave u përdorën për kërkim zhvillim. Kina ka një zinxhir industrial shumë të përsosur. Gjatë 10 vjetëve të fundit, aftësia jonë e prodhimit të makinave ka pasur një rritje të madhe. Çdo pjesë këmbimi të motocikletave me të pasur projektimin, Kina mund ta prodhojë 100% me cilësi jo më të keqe se ajo evropiane, japoneze apo amerikane. Në mars 2026, vetëm 2 vjet pas publikimit të markës ZX Moto, u shfaqi pamja e fillimit të kësaj videoje. Motociklisti francez Valentin Debis u shpall kampion me ZX Moto. Kjo është hera e parë që një prodhues kinez i motocikletave ngjitet në podium në një veprimtari ndërkombëtare të nivelit më të lartë. Jam në vendin e 8 në Kinë tani. Kam një objektiv që ta çoj ZX Moto ndër 10 vendet e para në botë. Ç'i mendoni për historinë e ZX Motos? Ma thoni te komentet.